Falendrimet dhe lavdrimet kulmore I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jalla. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmen, faljen, shpresën, vullnetin, pendimin vetëm prej Allahut e kërkojmë. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri prej muslimanëve, që na bëri prej besimtarëve, prej të udhëzuarve, prej popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selamet dhe salavatet janë ndihmulën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ai I cili ishte pishtar në çusi rrugëve tona, që ndërçoi rrugët tona me këshillat e tij, me veprat e tij, të cilët na xhallërojnë çdo ditë. Gjithashtu selamet janë mbi familjen e tij të dashur, mbi bejtin, mbi shokët, sahabët dhe mbi gjithë njerëzit të cilët me sinqeritet, me përkushtim e kanë pasuar, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalin para Allahut për dhënë llogari. Të dashur vëllezër, paqja, mëshira, rahmeti Allahu xhaleshanu qofshin gjithmonë me ju dhe me familjet tuaja. Kondozon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta lekun nga ajo rrugë. Nuk ka kush që ta hjek nga ajo rrugë. Nuk ka kush që ta largoj nga ajo rrugë. Ndërsa ai person I cili me vetë dëshirën e tij, me veprat e tija, të ulta, ato veprat e cilat e hidherojnë Allahun xhaleshanuhu, nuk mund gjej udhëzues më të mirë se ç'është Allahu xhaleshanuhu. Andaj gjithmonë ta falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për këtë udhëzim, për këtë islam, për këtë vllazëri të cilët e kemi mesin tonë. Padyshim që është begati e madhe që besimtarët të takohen ditën e xumë, të jenë krah për krah njëri tjetrit, vetëm për një qëllim, për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Alhamdulillah. Me të vërtetë duhet ta kërkojmë udhëzimin e Allahut xhaleshanuhu çdo ditë, pa marrë parasysh se sa jemi të udhëzuar, sa jemi në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Rëndësi ka që mos të ndalemi duke bërë dua dhe t'i thojmë Allahu xhaleshanuhu që o Zot, më udhëzo më shumë se që jam I udhëzuar. Pse? Për shkak që mundën a mu lekun dashur vëllazër. Mundën me pas batica dhe zbatica shumë të mëdha në këtë dynja. E padyshim që në ditët e sotme të cilat jetojmë, është një fakt që njeriu mundet më udhëzu. Por a përfundon jetën e tij I udhëzuar? Kjo është një pikë pyetje. A përfundon jetën e tij si besimtar? Është një pikë pyetje shumë e madhe. Andaj një ndër duat tona, cilë duhet të jetë shpesh, ti thojmë Allahu xhaleshanuhu që Allah na mundson me vdekje si musliman, si besimtar. Pse se ndoshta gjatë gjithë jetës tonë mund të jemi besimtar. Po mund të qelloj një kohë, mund të qelloj një situatë, një ngjarje që atë udhëzimin ton, atë besimin ton t'ia dorëzojmë shejtanit edhe ta lajm rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Ta lajm rrugën e Rahmanit. Andaj çdo ditë e përsërisim sejdhu bila bismillah ihdinas siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Udhëzona në rrugën e drejtë. I lutemi Allahu xhaleshanuhu që të udhëzona në rrugën e drejtë. Po e kena hak që me ju lutë Allahu xhaleshanuhu. Pse? Se Allahu xhaleshanuhu thot sejdhu bila bismillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk I kam krijuar sot njerëzit edhe xhinët për diçka tjetër përveç se na adhurojnë mua. E kemi hak me I lyp Allahu xhaleshanuhu udhëzim, me I bë dua për udhëzim, sepse jemi të krijuar për me qenë të udhëzuar, jemi të krijuar për me qenë gjunaqtar. Andaj thot Allahu nuk I krijua njerëzit edhe xhinët për diçka tjetër, përveç se të jenë prej atyre të cilët më adhurojnë mua. Po çfarë është me qenë I udhëzuar? Çfarë është me qenë I udhëzuar? I udhëzuar është që ti përkulemi dikujt, ta dim se I përkulemi dikujt, I cili I ka krijuar çdo gjë, të cilën na bëjmë çdo ditë. Ti përkulemi atij. Ti përkulemi Allahu xhaleshanuhu që I ka krijuar gjitha këto gjëra, të cilët na I veprojmë çdo ditë. Ta dim që edhe ta mësojmë që dikush na shën çdo vepër tonë. Pa marrë parasysh se çka bëjmë, pa marrë parasysh se çfarë realizojmë, apo çka mendojmë. Allahu xhaleshanuhu I din gjitha gjërat. Andaj për me qenë I udhëzuar, duhet me kuptu që Allahu është krijuesi çdo gjëje. Për me qenë I udhëzuar, duhet me kuptu që Allahu xhaleshanuhu na shën çdo hap tonin, e din çdo mendim tonin. Andaj ndoshta nganjëherë disa mendime I bëjmë veten tonë, nuk I shprehim me tjerët.
Mendojnë që i dim veç ne, por jo, i din Allahu xhaleshanu para se ne ti mendojmë ato. Kjo është me qenë i uzum. Me qenë i uzum është me kuptu njeriu, edhe mas me krahasu uzimin e Allahu xhaleshanu me asnjë vepër në këtë dunjë. Mas me krahasu uzimin e Allahu xhaleshanu me asnjë arritje në këtë dunjë. Sa do që të arrijmë këtë dunjë do të vëllazër. Nëse e krahasojmë me uzimin e Zotit, kam shumëzimin është me zero. Do të thotë aq pa vlerë janë çështjet e kësaj dunjaje kur i krahasojmë ne me uzimin e Allahu xhaleshanu. Uzimi është vula që ja vulos besimtarit Allahu xhaleshanu në zemrën e vet, edhe nuk mundet me lekun askush. Nuk mundet me largu askush. Ashtu e cekme, nuk mundet me largu askush. Andaj ky uzimi që Allahu xhaleshanu na jep neve, çka kërkon? Kërkon stabilitet do të thotë. Andaj edhe kjo është ajo që duhet cekë sot. Uzimi jon, namazi jon, veprat tona ndaj Allahu xhaleshanu është stabiliteti jon në fen ton, përqendrimi jon në fen ton. Unë ceka që munden të udhëzohen tek Allahu, por si e trajtojmë ne veten ton apo finalen e jetës ton, a vdesim ne si besimtar, a vdesim ne si musliman, këtë adin Allahu xhaleshanu. Andaj çka thot Allahu xhaleshanu, A'udhu billahi bismillah, ya ayyuhalladhina amanu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni frikë, që keni besu, keni frikë Allahu xhaleshanu. Mos vdisni ndrysh përveç se besimtar musliman. Mos vdisni ndrysh. E këtu keni atë rastin e ati plakut devotshëm, i cili padyshim është shembull për ne që besimtari mundet me krye jetën e vet duke qenë jo besimtar. Rasti i plakut devotshëm i cili 3 vëllezër ja lajnë amanet motrën e tyre për ta ruajtur. Mirë po çka ndodh? Ngacmimet e shejtanit janë shumë të ndashur vëllezër. Uzimi kur ta jep Allahu xhaleshanu, ta dim që shejtani është armik i perpetuar i besimtarit. Andaj ky plak aq i devotshëm refuzon ta marrë në kujdesin e tij. Mirë po me kalimin e kohës, me ncytjet e shejtanit, vendos që ta marrë, do të thotë e merr si amanet ruajtjen e kësaj vajze. Dhe çka do? Me kalimin e kohës mbërrin, do të thotë deri në atë pikë që mbërrin në amoralitet. Mbërrin në zina. Edhe në momentet e fundit tjetës të këtij plaku që dikur ishte i devotshëm, i afrohet shejtani dhe i thotë, unë jam ai i cili të kam bë ty me realizu këtë vepër. Unë jam ai që të kam vendosur ty në këtë ngjarje, në këtë çështje. Të kam bë me shku deri në atë pikë. Andaj beso mua që jam Zoti i jetë, edhe kemë qenë i shpëtuar. Edhe ky plaku pi hallit vet, pi hallit madh, pi situatës dhe rënduar ti, e beson që ky është Zoti. Edhe çka ndodh me të? Vdes si jo besimtar. Allahu na ruaj. Vdes si pa besimtar. Do të thotë për një çështje e cila ishte shumë e madhe, për një devotshmëri e cila ishte shumë e lartë, ndodh e papritura. Do të thotë e përfundon jetën e vet si pa besimtar. Dashur vëllezër, nëse vendosim që të kaluarën tonë ta lajmë mbrapa krahëve tonë. Nëse vendosim që të kaluarën ta lajmë mbrapa krahëve tonë edhe të uzohna, mos jemi për atyre të cilët e marrim këtë gjë sikurse kemi bërë diçka shumë të madhe. Mos jemi për atyre të cilët na rritet mendja, të jemi mendjellëj dhe thomi që unë jam udhëzuar tek Allahu xhaleshanu dhe çdo vepër të cilën e kam bërë kam lënë anash, edhe këtë ta shprehim tek njerëzit, ta shprehim mesin ton çdo moment. Pse? Sepse theme që ngacmimet e shejtanit janë afër. Edhe në fundit, nëse Allahu xhaleshanu na udhëzon edhe ne falim namazin, i bëjmë vepra të mira, nuk jemi duke bërë diçka tjetër përveç se atë çka na kërkon Allahu xhaleshanu. Nuk jemi duke bërë diçka të cilët nuk e kanë bërë ata që ishin më herët. Apo nuk jemi duke bërë diçka të cilët nuk do ta bëjnë ata që vinë mas nesh. Jemi duke kryer një adhurim, jemi duke kryer një urdhër që e kërkon Allahu xhaleshanu. Andaj ta lutim Allahun xhaleshanu për udhëzim. Stabilitetin fen ton, përqendrimin fen ton, dashur vëllezër, kërkon që, siç thot pejgamberi Islam, të jetë ajo vepra e vogël, por të jetë e vazhdueshme.
Do të thotë çka kërkon Zoti, çka kërkon pejgamberi Islam, një vepër edhe ndoshta nëse është e vogël, por tjetë ajo e cila vazhdon nuk ndalet. Andaj çka ndodh ditët e sotme, le të kthehemi pak në to momentet e jetës tonë, momentet e kësaj dynjaje. Çka ndodh? Personi vendos që të përkushtohet rrugës së Allahut xhaleshanuhu. Vendos të adhurojë Allahun xhaleshanuhu. Dhe çka bën? Çdo ibadet të tij e poston. Po sikur ta fali një namaz, e poston foton duke falur namaz. Duke agjëruar, duke i bërë adhurime ndaj Allahut xhaleshanuhu. Këto janë vepra që ndodhin në mesin tonë. Çka met atëherë për Allahun xhaleshanuhu nëse na çdo adhurim tonin e postojmë në rrjetet sociale që ta shohin tjerët? Çka met tek udhëzimi jon? Do të thotë të ndalet njeriu, ta ndal makinën në mesin e rrugës edhe të fotografohet duke falur namazin. Për kë është kjo fotografi, dashur vëllezër? Për kush duhet ta shoh këtë fotografi përveç se ta shoh Allahu xhaleshanuhu? Do të thotë këto gjëra ndodhen në mesin tonë. Po momenti i agjerimit, po veprat e sadakas. Do të thotë momentin që duam të japim sadaka, na ngacmon shejtani edhe shefi jonë shpak që të fotografohemi pak duke dhënë dikujt një sadaka. Vallahi kështu nuk kërkon Allah, nuk kërkon Allahu xhaleshanuhu. Më mirë është mos ta realizojmë atë vepër. Se ta kemi në jetën që ta shohin njerëzit. Pse duhet na shohin njerëzit veprat tona të cilat ne i bëjmë për Allahun xhaleshanuhu? Do thotë është një vepër, është një disa ngjarje të cilat ndodhin sot. Ndodhin. Andaj ky shembull i këtij personit, i këtij njeriu, i cili vendos të adhurojë Allahun xhaleshanuhu, udhëzohet në rrugën e Zotit xhaleshanuhu, pastaj e lën e braktis rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Çfarë shembulli është ky person për njerëzit të cilët nuk janë të udhëzuar? Andaj pastaj hyn në fuqi dhe shprehja që shumë e ndëgjojmë tek ne. Nuk jam i gatshëm ta filloj namazin sepse kam frikë se e laj atë. Nuk jam i gatshëm ta filloj namazin sepse kam frikë që e braktisë namazin. Kjo hyn në fuqi në momentin që shohin njerëz të cilët vendosin të adhurojnë Allahun, pastaj e braktisin rrugën e Allahut. Andaj çka kërkon pejgamberi Islam? Thotë lehtësoni e mos vështirësoni. Çka do të thotë kjo dashur vëllezër? Hyni në fe, po hyni sigurt. Me hapa sigurt, po edhe nëse janë të vogël ato, të paktën le të jenë sigurt. Kjo është stabiliteti që kërkon Allahu xhaleshanuhu. Nëse Zoti na bën risk, mu udhëzu tek Allahu xhaleshanuhu, mu udhëzu rrugën e vet. Të jena të sigurt në ato vepra që i bëjmë. Mos hym fen ton të realizojmë me gjitha gjërat edhe në fund ta braktisim atë. Nuk jemi shembull i mirë. Nuk jemi shembull i mirë. Unë isha dëshmitar do të thotë një ngjarje që momentin që duke e fal namazin. Pas nesh nuk u falte një krishter dhe nuk u falte një jo musliman. Një musliman fali. Do të thotë ne ishim të cilët po falshim akşamin, namazin e akşamit, a mbas nesh një krishter dhe një musliman nuk e falin namazin. Mirë po ky krishteri veç e këtë kry punën e vet, se ky krishtar me vizitu xhamin. Për të është boll. Për të është boll marr me vizitu xhamin me pa se si falen muslimanët. Si adhurojnë Allahun xhaleshanuhu. Po për këtë muslimanin. Si gjendja e tij? Çfarë përgjigje të jep këtij krishterit në momentin që ne falemi ndërsa ai nuk falet? A ndoshta ka pikpyetje ky person që nuk i përket Islamit dhe thonë pse këto falen e ky nuk falet? Cili ka rregull mbi këtyne? Do thotë kjo është ajo pasqyrja që i napim na dikujt tjetër. Edhe pasqyrja është që nëse futemi fe me të gjitha gjanat, edhe në fund e braktisin fen, vallahi më shumë mundena me bë dëm se sa mundena me bë hajër. Allahu na ruaj pikë këtyre veprave. Andaj mos ta lavdërojmë veten tonë. Mos ta lavdërojmë veten tonë për veprat tona të cilat i kryjmë. T'ia lejmë lavdërimin Allahut xhaleshanuhu. Ashtu thotë Allahu xhaleshanuhu, pra mos lavdëroni veten se ai e di kush është më i ruajturi. Mos e lavdëroni veten, mos ta lavdëroni veten dashur vëllezër. Allahu e din se kush është më i miri prej nesh. Allahu i din zemrat tona. Andaj çdo gjë të cilën e paraqesim para njëri tjetrit, një ditë vallahi e lajm. E çka met ajo që
e din Allahu xhaleshano, me ajo çka është në zemrën tonë. Andaj shumë bukur është kur thot Allahu xhaleshano nuk shikon vizionomin tuaj, por shikon zemrën juaj. Është një përkufizim shumë perfekt për ne. Andaj unë lut Allahun që na udhëzoj sa më shumë. Unë lut Allahun xhaleshano që të jemi për njerëz të cilët ne adhurojmë Zotin. E falim namazin, por nuk e bëjmë këtë gjë për mu lavdëruar mesin e tjerëve. Nuk e bëjmë këtë gjë që të na shohin tjerët. Mjafton me na pa Allahu, sepse Allahu është ai i cili ka kriju shikimin. Allahu është ai i cili na ka kriju neve. Lut Allahun që të na falë gjërat tona, na përmirësoj gjendjen tonë, na bëj për besimtarëve sinqert, për atyre të cilët e adhurojnë Zotin në vetmi, për atyre që adhurojnë Zotin në publik dhe për atyre të cilët e adhurojnë Zotin gjithmonë. Amin, amin, amin. Ala yahsal al-kalam وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن